Për 5 muaj qytetarët do të zgjedhin kryetar komunash. Nga rezultati i zgjedhjeve lokale, sipas kryetarit të VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski, do të dihet qartë nëse shtetit i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare. Partitë ndërkohë zbatojnë hulumtime për emrat e kandidatëve. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se emrat e pjesës më të madhe të kryetarëve aktual komunash nga partia përsëri do të gjenden në flet votim. На Централниот одбор се донесла одлука и официјално да започнат постапките за кандидирање, меѓутоа еден дел од кандидатите веќе се знаат, тоа се еден дел од сега актуелните градоначалници и тие имиња ќе ги соопштиме во текот на следната недела. Kandidatët e mbetur për kryetar komunash nga LSDM-ja, si shtoi Filipçe, do të dihen deri në fund të qershorit. VMRO-DPMNE nga ana tjetër do të zyrtarizojë kandidatët e saj në fund të majit. Kryetari i partisë thotë se ka qenë në një fushatë jo formale që nga fillimi i shkurtit kur filloi të vizitonte komitetet komunale. Очекувам веќе втора половина на мај месец 85 до 90% од имињата да бидат познати. Анкетите траат, отприлика селекцијата исто така трае, така што очекувам со предлози пред извршниот и Централниот комитет излезам во втората половина на мај. Së shpejti pritet mbledhja e kryesisë së BDI-s për çështjen e zgjedhjeve lokale. Gjithashtu, ajo që është e sigurt është se koalicioni vlen pa aleancën e Arben Taravarit do të dalë me kandidat të përbashkët për kryetar komunash dhe lista të këshilltarëve. Zgjedhjet lokale pritet të mbahen në gjysmën e parë të tetorit, ndërsa fushata zgjedhore do të fillojë në shtator.